Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U dashurova me një koshaxhi. Nuk e kisha menduar kurrë që jeta ime do të përfshihej në një histori kaq të çuditshme. Unë quhem Mina, kam mbaruar për ekonomi dhe punoj në një bankë private në Tiranë. Gjithmonë kam qenë vajza që kujdeset për çdo gjë, nga veshja, fjala, mënyra si ecën dhe deri tek si më shohin të tjerët. Jetoj vetëm në një apartament që prindrit ma kanë lënë si dhuratë kur u martova. Tani jam e divorcuar pas një martese që mbaroi pa shumë bujë, por me shumë boshllëk. Jetën time e mbaja nën kontroll, të paktën ashtu mendoja, derisa takova atë. Ai punonte si koshaxhi, mblidhte kanaçe, hekura, çdo gjë që mund të shitej. E shija çdo mëngjes nga dritarja e kushinës kur pija kafen e parë. Kishte një karrocë të vjetër të mbushur plot me plastika dhe metale që bënin zhurmë. Nuk më kishte bërë kur përshtypje më parë, derisa një ditë më pa drejt në sy dhe më buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e ngrohtë pas një interes e sinqert, diçka që nuk e kisha parë prej vite. Të nesërmen kur dola për në punë, ai po mblidhte kanaçe afër hyrjes së pallatit. Më përshëndeti me një mirëmëngjes zonjë dhe uli kokën për respekt. Diçka tek ai më preku. Nuk e di pse, por ndalova dhe i fola. Quhej Ërgys, ishte nga një fshat i Lezhës, jetonte në një dhomë të vogël diku në periferi dhe punonte çdo ditë për të mbajtur nënën e sëmurë. Kishte duar të çara nga puna, por sy të qetë si dikush që e ka planuar jetën me gjithë dhimbjen e saj. Ditët kaluan dhe filluam të takoheshim shpesh. Ndonjëherë më ndihmonte të ngreja qeset e pazarit, ndonjëherë më priste për jashtë për një kafe plastike duke më thënë: "Mos ma merr për keq, veç desha të qeras për ditën e mirë." Ai fliste pak, por çdo fjalë e tij ishte e drejtë, e thjeshtë dhe e ndershme. Dhe pikërisht ajo thjeshtësi më bëri të ndjej diçka që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Një pasdite e mora guximin dhe e ftova për një drek. Ulem në një lokal të qetë afër liçenit. Ishte i turpshëm, nuk dinte çfarë të thoshte, vetëm falenderonte. Ajo ditë më ka ndryshuar pothuajse gjithë jetën. Që atëherë çdo javë gjeni mënyrën për t'u takuar, për të folur, për të qeshur me histori që askush nuk do t'i besonte. Për herë të parë po ndihesha gjallë, por sigurisht jeta nuk të lë të jesh e lumtur përgjatë. Një ditë kolegja ime në bankë më pa duke folur me të. Të nesërmen gjithë zyra dinte sekretin tim. Filluan shikimet, përqeshjet, fjalët pas shpine. Ina është çmendur, po del me një koshaxhi. Gruaja me diplomë që ra në dashuri me një mbledhës kanaçesh. U përpoq ati injoroj, por ishte e pamundur. Madje edhe familja ime kur e mori vesh më tha: "Po turpëron veten, mos e ul veten kaq poshtë." Nuk e kuptuan kurrë që për mua ai nuk ishte një koshaxhi. Ishte një person që më kishte dhënë ndjesinë e vërtetë të dashurisë, pa interes, pa mask, pa asnjë fjalë të rrem. Por presioni u bë shumë i madh. Aq i madh sa ai vetë kuptoi që po humbja çdo gjë për të. Një ditë më tha: "Ina, unë nuk dua të shkatroj jetën. Ti meriton dikë që të mbajë në pëllëm të dorës." Dhe u largua pa zhurmë, pa fjalë, thjesht iku. Që prej asaj dite çdo mëngjes që pi kafe në shoh dritare dhe më duket sikur do ta shoh përsëri me karrocën e tij të vjetër duke kaluar me buzëqeshje. Por nuk e pash më kurrë. Ajo buzëqeshje mbeti brenda meje si një kujtim i pastër i një dashurie që nuk e pranoi kurrë shoqëria.